Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga falje dhe ndihmë kërkojmë. Xhamati i nderuar, do të flasim sot për gjuhën arabe, themi husnul dhann dhe su'ul dhann. Mendimi i mirë dhe mendimi i keq. Ne si njerëz, njëri për tjetrin, ose mendojmë mirë, ose mendojmë keq. Në mes nuk ka. Ose mendoj për shembull që je musliman i mirë, ose mendoj që je musliman i keq. Mirë po, ka dallim kur njeriu mendon për njeriu dhe ka dallim kur njeriu mendon për Allahun. Më thonë me pas mendim të mirë për Allahun, edhe Allahu me pas mendim të mirë për ne. Sepse ndonjëherë në gabimin ku e bëjmë, kur themi është puna më e madhe është me pas punë të mirë me Zotin, e për njerëzit nuk ka problem. O gabim. Se Allahu ta fal ama njeriu s'ta fal. Të mshel 50 vjet, s'le me dal pidere. A ose s'to ajo, a gabim e kam. Do më thonë me njerëzit s'ka problem se u bëj probleme, shaheme, rejheme, vritemi, s'ka problem. Ma Allah mi pas mund mirë. E kundër ta. So Allahu është më i mëshirshëm se njeriu. Allahu është më i mëshirshëm se nana për fëmijën e vet. Sepse çka thot Zoti, Allahu çka thot? Eja me gabimet ndaj meje, mos e me gabimet ndaj njerëzve. Se në ditën e gjykimit, kur dalim para Zotit, Allahu gabimet që e kemi bërë Zotit i fal. Ose nuk i fal. Ama gabimet që kemi bërë njëri tjetrit, pa ta fal njeri, Allah s'ta fal. Por atë çka, unë mendoj që me pas mendim për njëri tjetrin të mirë, është më mirë se sa me mendu keq. Se njeriu kur të fillon me mendu keq për tjetrin, ngadal, ka mundësi më ardhë edhe në ballafaqim. Bandën i problemat se mendoj keq, i keq, një ditë edhe ai mendimi i keq edhe realizohet edhe në forma të ndryshme. Të ndryshme vëllezër, 3 kategori të mendimit do t'i tregoj sot. E para, dhann al-muharram, mendimi i ndaluar. Kur njeriu mendon keq për Allahun xhaleshanuhu. E dyta, kur njeriu mendon keq për muslimanët. Dhe e treta, mendimi i mirë. Mendimi i mirë për muslimanët. Kur mendon mirë, do me thonë tash në dy raste i kemi mendimin e keq ndaj Allahut dhe pastaj ndaj njerëzve. Mendimi i mirë, edhe mendimi i mirë mund ta dojmë në dy kategori, mendimi i mirë ndaj Allahut dhe mendimi i mirë ndaj njerëzve. Tash unë do të mundohem nëpërmjet disa ajeteve dhe haditheve të tregoj se çka ka thënë Allahu xhaleshanu për mendimin e mirë. Ajeti i parë Allahu në Kur'an thot: "Wasta'inu bis-sabri was-salah", kërkoni ndihmë nga të gjitha çështjet. Pa marrë parasysh çfarë problemi keni, kërkoni ndihmë nga të gjitha çështjet me çka? "Wasta'inu bis-sabri was-salah", do të thonë me durim edhe me namaz. "Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in". Mirpo namazin me fal dhe me bot durim nuk o punë e vogël, është bajegi punë e madhe. Innaha lakabiratun, kjo punë shumë e madhe, është vepër e madhe. Namazin me durimin është shumë herë kemi përmend, njëra pa tjetër nuk ban, nuk mundet. Ai që s'ka durim edhe namazin se fal. Po për me shkon në xhami dush me qenë durimtar, me hinë xhami me dhe gjësore, mu fal, me qenë i sinqerti për pikt. Illa ala al-khashi'in. Mirë po, për njerëzit e devotshëm dhe për njerëzit që kanë frikë Zotin, kjo durimi dhe namazi nuk ka problem. Do të thonë ata e realizojnë në përpikshmëri. Ata që nuk janë të devotshëm dhe ata që nuk i frikohen Zotit, çka ndodh me ata? Ata nuk e realizojnë as namazin, as durimin. Pastaj Allah vazhdon këtë ajet dhe thot: "Alladhina yadhunnuna", ata të cilët janë të bindur. Do të thonë këtu fjala dhan
ata bindje, do më thonë bindje, edhe bindje o mendim. Ennehum mulaqu rabbihim, ata të cilët janë të bindur dhe kanë mendim se Allahun do të takojnë, wa ennehum ilayhi rajiun, dhe se të Allahu do të kthehen. E këta njerëz që mendojnë edhe janë të bindur se një ditë prej ditëve të Allahu do të kthehen, këta i friksohen Zotit. Ata njerëzit që nuk janë të bindur edhe nuk kanë mendim se kanë me shku të Zoti, ata këtë dunjan e kalojnë me të frime, me harame dhe nuk e kanë gajne. Ajeti ditë dhe shëvlezër, Allahu Gjeleshanu thot, fa emma men utije kitabehu biyeminihi, a atyre që du të jipet libri në anën e djathtë, dhe më thonë, ka e djathta, ata do të thonë, ha hu mu kreu kitabje, ja lexoni pra librin tim. Të ka, do më thonë, dy llojt librave njerëzve. Disave jipet libri në anën e djathtë, e disave tjerë në anën e majtë. Ta që me duke folë për atyre që do të jipet libri, çka i vjen ky libri? Këtë veprat e tua janë shkruajtur aty. Ha hu mu kreu kitabje. Pastaj inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Edhe une jam i bindur dhe kam mendim të mirë se një ditë për ditëve krejt që ka kam ban kam me e taku. Mulaqin hisabia. Mulaqin do me thonë liqa, mulaqin e vjen une takohë me veprat e mia edhe jap përgjithësi. Fa hua fi ishatin radhje. Çka vjen fi ishatin radhje dhe unë jam i kënaqur me jetën e mirë. Fi jannatin aliyah, ma ku? Jo në këtë botë. Po fi jannatin aliyah, në xhennetin e lartë, qutufuha daniye, pejmët e ati në xhennet, do të thonë pejmët do t'i ketë afër. Të dashur vëllezër, tash kjo ajet e argumenton se njeriu ka bindje dhe ka mendim se një ditë prej ditëve do të atakon veprën e vete. Edhe kemi njerëz në këtë botë që kanë mendim se çka do që bëjmë nuk e takojmë. Do më thonë unë e bëj një të keqe dhe kur njerë më nuk takojnë atë. Ose e bëj një të mirë dhe asë njerë nuk takojnë atë. Ndash të mirë, ndash keqen, një ditë për ditëve do të takohemi me veprat tona. Të ndërshëm vëllezër, ajo fillon prej në varë. Do më thonë takimi me veprat e tona fillon prej në berzeh. Fjala berzeh o jeta ndërmjet dy jetave. Do më thonë njeriu kalon 3 jetë. E para në këtë botë që është shumë e thjeshtë, edhe pse neve na duket u kënaqem këtë botë. Cëllë u kënaqem që më janë një gjënen, ju sa gajlet i keni, ju sa problemet i keni, me ju vetë çfarë dhimbje i keni, ku t'ja nisni me tregu sa dhimbje i keni, unë ka çfarë kënaqshme. Po kjo dunjë ç'është? 50 vjet, 70 vjet kur ta shofsh, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 63 vjet o mesatarja, edhe vdes. Çka të jetojsh mbi 63 e ki fi se bilillah, këtu nafile. Ama 63 si të bëjsh dush më bë hazër me vdekje dhe mu taku me veprat tuaja. Mirë, një jetë tjetër që o pak më gjatë, quhet jeta në varr, e ka emrin barzeh. E aty takohesh me veprat. Si e ka përshkruar pejgamberi sa takimin e njerëzve me veprat e tyre, thot kur të vjen një njeri në formë të bukur, në varr, ka më të duk, një njeri vjen në formë të bukur, duke pusqeshur me parfem, i parfumosur, edhe ty kimi thonë kush jeve, thot unë jam vepra jote e mirë që e ke bon atë botë. Edhe pastaj ai tjetri kur vjen pak më vonë, i mbralt, edhe ke qevin, këtë zift, të hapësit pak të vikatet i në varë, dhe njeri kur angusht edhe pak me të bërtit. Ai me të bërtit në gjanë, tremet njeri, para me ndë ngusht. Edhe të bërtet ai, të këse në qafë, si përdjunat, as nga në bajshen këtë botë, me fukarat. Ama atje, në varë, kush jeti thot vepra jote e keqe që i ke bon në të botë.
Do të thonë tash njeriu ballafaqohet në varg më njëherë me veprat e mira edhe me veprat e liga. Të ndërshëm vëllezër. Unë tash do t'i tregoj para jush disa hadithe. Do t'i mundohem t'i lexoj kështu bashkë, hadith, ajetin, hadithit, dhe me thonë disi, nëse e di përmend njeriu mirë, po do të lexoj që mos i gaboj. Këtë hadithën e parë transmeton Ebu Hurajre radiallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke pas parasysh që është hadithi kutsi, i themi ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Hadithi kutsi i vjen, ka thonë Zoti, ama nuk ka Kur'an. I vjen hadith kutsi. Allahu thot: "In ana inda dhann abdi." Ana inda dhanni abdi. Çka i vjen shqip? Thot, unë jam të mendimi i mirë i njeriut për mua. Inna dhanni abdi bi. Thot, unë jam të mendimi i mirë i njeriut për mua. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Shqip. Thot, Allah, unë jam me qatë njeriun që mendon mirë nëse ai më përmend mua. Fa in dhakarani fi nafsihi. E tash thot, nëse njeriu më përmend në vetë vete, me mendën e vete, dhakartuhu fi nafsi, edhe Allah edhe unë thot e përmendin vete. Në më thonë, nëse ne e përmendim në vete, veç të me mend të tona, o Allah na falu, Allah, lutim Zotin, Allah na përmend në vete. Thot, wa in dhakarani fi mala'in, nëse njeriu më përmend brenda njerëzive, në grumbull të njerëzive, dhakartuhu fi mala'in khair minhum. Thot, unë e përmendi brenda dikujt që o më mirë për njeriu. Do më thonë, kujt brenda me laikve. Nëse ne e lavdrojmë Allahun, e përmendim Allahun në xhamat, në mezhlis, Allahu gërëshon në përmend para me laikve. Wa in taqarraba ilayya shibran, nëse njeriu më afrohet mua sa një pëllëm, shibër i vjen që sa dora. Taqarrabtu ilayhi dhira'an. Unë atëherë thot njeriut, do më thonë, ne nëse sa pëllëm ba shkën të Zoti, me mendim mire, me vepra, Allahu dhe lëshanu sa kjo pjesa deri këtu e krahut afrohet të ne. Do më thonë, ne sa ma pak, Allahu ma shumë. Dë gjot ashtë. Mirë po thot, wa in taqarraba ilayya dhira'an, më ju kujtu njeriut, më afrohet të Allahu sa kjo pjesa e krahut këtu, taqarrabtu ilayhi ba'an. Atëherë, Allahu afrohet sa një pash i vjen diçka ma shumë se kjo pjesa. Do më thonë, ne ma pak, Allahu ma shumë. Wa in etani yamshi, e thotë Allahu, nëse njeriu vjen të unë duke ecë, e tajtuhu harwala, unë afrohem të njeriu duke shpejtuar. A çka duhet me bane? Më si pas të jadit, veç me pas mendim mirë për Zotin. Shembol, ka ndodhë ndeshja, mendon mirë o Allah, ti e ke shkrujtu kri puna. Ka vdek ti kush, mendon mirë o Allah, ti e ke shkrujtu kri puna. Qka do të të ndodhë? Dush me pas mendim mirë për Zotin. E jo me, kur jam mirë, unë Allah pa, kur jam keq, me Zotin mundohesh, me pas mundësi në luftin. Shka dush me mendu dhe ma mirë për Zotin. Ndash ka ndodhë mirë ose keq. Hadithi i dit, njësej transmeton e Ebu Hurajra radiallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë. Thot, inne husnë dhanni billahi ta'ala, me mendu mirë për Allahun fuqiplot, min husnë l'ibade, është prej adhurimeve të mira. Prej adhurimeve, prej ibadeteve të mira. Do me thonë, ta spjegojmë pak ma shumë. Kur falim namaz, ne çka jena të bon, çka bëjmë? Ibadet, adhurim, po. Kur japim zekat, adhurim. Kur shkojmë në haç, adhurim. Po edhe kur mendon mirë për Allahun o adhurim. Veç me mendu mirë për Allahun o adhurim.
Edhe këta kemi parasysh. Do njëherë, kur s'ki që ka banë, thonë luet derën, jo i që mësë luet derën, po mendo mirë për Allahun. Qka të pengon, qka humë, me mendo mirë për Allahun. A humë shumë nëse mendon keq për Allahun. Hadithi i tretë, transmeton Xhabir ibn Abdillah radiallahu anhu, ka thonë e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, para se të vdes 3 ditë, para se të vdes Muhamedi sallam 3 ditë, tha, e kam dëgju duke thonë, la yamutanna ahadukum, mos të vdes askush prej jush, illa wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jall. Ai mendon mirë për Allahun. Ma një menë se nuk nga dijet momenti i vdekjes. Nuk nga dijet. Unë të folë mund dhe me vdekje. O, bine me ndove mirë. Në këpo njeri ju të vdek, të i dojë shpirti, zatën në me dash me mendu, diçka tjetër nuk të lanë. Këpo, se ka dhim ta, ka njerë që unë një njerë, për shemë, dhe njof një njerë, shkon të dentisti atje, ai dentisti dhanë që në rejshki, stomatolog, i thot, atë jap injekcion, jo, se hetoj dhimë të nuk. Unë kur shkoj unë për veti, pa mi dhonë një këtu, se la me mprejk. Do me thonë, ka njëri që e dëron dhimëtën, ka njëri që se në dëron dhimëtën. Ama vdekja, nuk ka njëri që shpëton pa e hetu. Ja. Edhe plus muslimanëve sa but Zoti ja merr shpirtin. E para mende jo muslimanëve, edhe ative që i vrasin e vjedhin e janë pa drejte, si ka mu vëdol shpirti. E na kanë mundësin, do shta këtë botë janë asgana, janë trime, e durojnë dhimtën. Ama kur t'janë zerë Allah o shpirtin, o vëllah se në durojnë dhimtën. Se thuhet, dhe më thonë muslimanit kërë Allah, ose njeriu që banë veprat mira, Allah kërë merë shpirtin, janë zerë sy, kërë në një qime për tamlit, për kaj makqinit me në zerë. Se për suhës, shumë lejtë, tak. A shpirtin e di, ati gjunaçarit e ose jo muslimanit, jo besimtarit si del. E këni po do fera, si do gjilpona, shajkat mdoja, e këni po do shajkat mdoja që janë. Që? Qashtu ato ferat janë, edhe pin lukth me janë zerë, ka e prapa këtu, ka goja. A durot kështu, a durot? Asgamë, kështë vejtë asgamë, qashtu kur ndodhe ti, milit bet fik nga dhimta, se ti shka ka ndodhë. E tash, para se me nërë vdekja, a një ora, 2 ora, 3 ora, 1 ditë, 2 ditë, qka ka thonë për jashtë? O, nëse ju vjen momenti, i vdekjet, edhe mos gaboni me vdek, qive, kjo mësimi madh shumë. Mos vdisme pa mendu mirë. Kjo me vdek se ashtu. Për bile mendu mirë për Allahun subhanahu wa taala. Unë mëse vetin dhe juve të dërshëm vëllezër, ku do të shkoni, edhe pse në atë gjuhën tonë, dë njëherë tingallije, hiq as një dinar besi kinë gjep, prapë me mendu mirë për Allahun. O, valla, besi ka dikush që ka gjepin qëtë top, ose a sheba hajrin. E ka me qëtë gjepin se del të dera. Të dera se njerëzit e kanë gëllin e vetë e thotë ka ardhë për mu, asë njës ka ardhë për atë. Ama ju ka po bela njerëzive, ju ka hi njerëzive nër hak, se ndel të dera. Bile ajt, ja u mërmenja që mendon mirë për Allahun, jo valla. A ne ndoshta, shumica që jena fukara, prap në mendojnë mirë për Allahun. Qka themi? Pa Allah e be ka shkrujt, me ka fukara o kripona. Vazhdojmë. Ebu Bekri radiallahu anhu, kur janë nisë me Muhamedit stam prej Mekke me shku në Medine, të fundit të janë nisë, kanë shku sahabët plot, këtë të fundit. Edhe janë fshehë në shpellën e quajtur Thawr. Edhe tash Ebu Bekri ka hetu që ata mushrikët janë afro afër, edhe ja ka nisë mu mërzit, që po në zanë, si ka pas gajnë për vete, ju ka dhimë Muhamedi a.s. Ama dhe më ka arru Ebu Bekri se Muhamedi a.s. Arru në i nalë, se e ka që. Po normalet është tash, ki ka mendu se po i ndodhë me t'i qka. E di kur e ki dë një
në mbrojtje e merr me mbrojtje dhe ti ndodh diçka, pa ki turp dhe marrë. Edhe pejgamberi kur e ka pa që mërzitët, edhe i thot: "Ma dhannuka ya Abu Bakr bi ithnayni Allahu thalithuhuma." Çka mendon ti Abu Bakr për ne dy edhe Allahu i tretë jo me ne? Ti a mendon që veç në dina këtu në shpella? Jo, Allahu në arun, rahat. Ama mendo, çka mendon? Do me thonë i vjen ti mendo mirë, se në dy këtu, ama në Allahu në arun. E njeriu kur të mendoj mirë për Allahun, Allahu dhe shanë ndihmon. Hadithi tjetër të ndryshëm vëllezër, thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ka thonë Allahu subhanahu wa taala, ka thonë Muhamedi sa pastaj se edhe ky hadith është qudsi. Enne inda dhanni abdi bi, thot unë jam të mendimi i mirë, do me thonë të mendimi njeriut për mua, in dhanne bi khejrën felehu, në qoftë se njeriu mendon mirë për mua, për atë është. Do me thonë, kur gjanë se më bëndo bi mu, pëse ne mendojmë mirë për Allahun, qka Allah është? As fillim, s'ka, as fund, s'ka. Qka i bëjmë mirë Zotit që mendojmë mirë për, kur gjanë? Nëse mendojmë mirë për Allahun, si pas hadithit, kujt i bëjmë mirë? Vetës, wa in dhanne sharra falehu. Por nëse ne mendojmë keq për Allahun, kujt i bëjmë keq? Vetës. Në të dy rastet, nëse mendojmë mirë për Allahun, i bëjmë mirë vetës, nëse mendojmë keq për Allahun, i bëjmë keq vetës. Në ndërshë vëllezër, paskam edhe pak hadithe, që të keni sabër, dhe një 3 hadithe, mendoj që 3-4. Ebu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu është prej sahabeve, ka transmetu hadithe, thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha yabsuta ose yabsutu yadahu bil-layli liyatub masi'un nahari." Allahu xhaleshanuhu kërkon nga njeriu që ka bon gabime natën që të pendohet ditën. Do më thonë e shtron dorën Allahu, ku ka be paravi, shive që farë mendi, që Allahu sa mirë mendon për njeriun, që dorën, hajde, pendohu, të i qëfar obligimi, veç me thonë, Allah ma falë, të falë të gi. Ta shumë në atë stilin teme më të e folë, Allah, la ma ka Allah, unë shumë ma zërë më të e po. Allah i shtron dorën, u ati natën që ki ka bu, thuj be Allah ma falë, natën ki ka bu, ditën për kur dalë gjumi, pendohu, edhe pas të e shtron dorën për ata që kanë ka bu ditën, mu pendu natën. Kjo ka me vazhdo, deri sa të linë djeli ka perindimi. Nuk ndalet kjo, sepse njeriut kanë me pas nevoj, qka? Kanë me pas nevoj për faljen Allahu subhanahu wa taala. Hadithin tjetër në transmeton Abu Hurajra radhiyallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahu xhaleshanu i posedon 100 pjesë të mëshirës, të rahmetit. Mirë po thot, një pjesë të rahmetit e ka qunë këtë botë, e shfrytëzojnë njerëzit, xhinnët, çka ka krijesa, hajvant, kafshët, dërmet vete, e ke pati bashkë të kujtu që luani e hangë, luani se hajë, mëshiron. Në më thonë, një pjesë e mëshirë Zotit e ka lishu, tu me ndu që njeri o ka me bonit keqe, ja falë. E ke po njeri si janë. Njeri o në njerë shumë i mirë, dhe njerë o beter se kafsha. Bje nivelin, që shemë dhe i luani me bon me hinë, ja që të në gjamin, të zamë shemë, dhe s'ka shansa po thonë. Nga 4-5 vejt i fshin, edhe nuk ban zullum pastaj. A ban zullum nuk? Jo, me pësi hatë, po qaqë. A njeriu me bo me him, njeriu me dosh me nga ban zullum, si kura i po në Tiranë, atë i po videot. Jo, me këtënë të zinte të prese. Para me do njeriu, që farë luanë, be luanë, super lotë, qka vej.
Leoni si të një mish pak edhe shkon, bash, foto, knaqesh matë. E ki po njeri unë të në ti do ta, e di, i këta nena. Njerëve, njerë. Me ja marë krije, me ja këput to, kur t'ja bëjsh e sop, 2 kg 200 gram, ma shumë s'ka krije. Ma ment, hitë s'ka. Pili me pas ment, ty se njeri jo me ment i randon, jo me kile, me ment. E tash, do njëherë ne, ma shumë të keqe, qëfar të keqe bëjmë ne në kur bëjmë masakra, e pa, 1 milion, 2 milion, 3 milion. Këtë kafshët në dunja me mleth, që ka që masakrë s'kanë bon sa ka bon një njeri. Që vësh Stalini, për shemë. O miliona, o Qeqencat i ka marë, Qeqencat, pin Qeqeni i ka quat në Sibir. Në nuk i ka likvidu, i ka lanë që shtonë, patesa në minus 50 gradë, janë ngrinë. Parlamentë, ku i ka shku menja? O shejtanit nuk i shkon menja, ka shku dhe shejtanit. Mirë po, tash që e mëshira, ndo njëherë njeriut, kur të kim teke që duhet me mëshiran. Ama Allahu Gjeleshanë një pjesë të mëshirës, edhe sa mëshire madhe ndodhë në botë. Pa ka shumë ndodhë, tash këtë njerëzit nuk janë njësej. Shumica e njerëzve janë të mirë. Apo, me siguri pajtohemi. Mirë, 99 pjesë i ruan Allahu Gjeleshanë për kur? Për në ditën e gjikimit. Se atje do të kenë nevoj njerëzit për rahmetin dhe mëshiren Allahu subhanahu wa taala. Edhe hadithi i fundit të ndeshëm vëzhgë për sot, thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Gjeleshanu pasi që i ka krijuar krijesat krejt, mbi arsh atje ka caktuar, ka vendosur. Allahu mbi arsh, ka i bjen shtë, kështu nuk i di, jam mbi arsh. Do më thonë, ka do që silemi ne, na vjen nalt. Allahu nalt, mbi arsh. In rahmeti galebet ghadabi. Thot, mëshira ime e ka fitu, e ka përmbys hidhrimin tim. Do më thonë, Allahu Gjeleshanu ka edhe mëshirë, ama edhe hidhraot. Mirë pa atë mëshirën e madhe e ka, sa që dajma e përmbys hidhrimin. Të ndërshëm vëzër, unë e mëse vetën dhe juve, ku do që shkoni, ku do që joni, mendoni mirë për Allahu subhanahu wa taala, por mos harroni, mendoni mirë edhe për njerëzit. Pa marë parasysh njeriu pse të ka mundet keqe, ti prap banoj mëshirshëm, mëshiroje, falja dhe mendo mirë. A mos flasim mendimi janë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Inshallah Allahu na udhëzon edhe të gjithëve së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.